rëndësishme që prek gjithë secilin në një mënyrë direkte ose indirekte, ka të bëjë me adoleshentët. Adoleshentët po rritën të vetmuar. Është një deklaratë e juaja. E vërtet? Si po rritën të vetmuar? Është një vërtet e hidhur, e dhimbshme, rriten me prindër që edhe kur janë në shtëpi, nuk janë në shtëpi, për shkak se vëmendja e prindërve sot është tek detyrimet familjare, nevoja për të punuar me orë të gjata, për të përgjigjur faturave në fund të muajit të familjes në nivel financiar dhe ekonomik. Po ndonjëherë prindrit punojnë me orë më të gjata edhe kur janë brenda familjes me anë të teknologjisë, duke mos patur kohën fizike edhe duke mos patur burimin e nevojshëm emocional për të dhënë prezencë, kuptim plot emocionale për të pyetur fëmijën si ishte dita jote sot.